Pikpamjet janë shumë të rëndësishme, sepse njeriu sjellet mbas të pikpamjeve që i ka. Kur njeriu e qel dritarin e veturës edhe gjuan një kanaçe jashtë, ky është problem më i thellë. Problemi është më i thellë, shumë më i thellë. Problemi është pikpamja jonë për pronën publike edhe pronën private. Se që ky që e gjuan kanaçen, me shku në bërti jetë pa mend. O burrin e ka të kositur, të mirëmbajtur, të rregulluar e ka 100%. O burrin e vet. Këtu tash ku kthehum kur të hesh me hulumtu është si iceberg. Ata okulli që del mi deti, ata ka një sasi të madhe në rrugë që nuk e shohim na. Çdo problem i joni kur të shfaqet, në sens e ka rrojnë më të thellë, e ka një problem më të madh që është problemi i pikpamjes. Domethënë, kur ti e gjon një qytetar, ty e gju kanaçen jashtë veturës në rrugë, kur te hulumtojnë është problem shumë i madh. Ku është problemi? Është pikpamja e çati qytetarit për pronën publike. Çao pikpamja ti? Ai menon kështu. Prona private është e jemja, edhe duna me ru, edhe s'lo me gjua, s'lo me prek. Prona publike s'është e jemja, bën me gju, bën as du të me të interesu çapo bën ky, dhe ti prish pëm. Po domethënë çdo gabim sipërfaqësor rrojti ka shumë fell. Rrojti ka te pikpamja, çysh e sheti çat veprim ose çysh e sheti çat çështje.